Hoxha, bon pesë në pjesë. Po. Pesë. Allah falë. Dilmi është që i dobishëm namazi, nëse ndodhen dikujt i hikën namazi, cëlla më e dobishme? Ta fale kaza, apo të bëhet një metodë shimull bëhet shafi në ta fale gjemë, ta bashkojme. Që mësë i kënë drejke, fale 100 darmi në drejken, apo shomnjës. Njeriu do të thonë nuk duhet I ka hik. ka një ajet kuranor ku Allahu Gjereshanu thot inna salate kanët alel mu'minine kitaben mawquta. Pastaj ajeti kuranor për kohën, si është edhe kjo është, po ka edhe argumente tjera, me të vërtet namazi është obligim në kohë të caktuar. Pra Allahu Gjereshanu, ajet kuranor është, që e lexova, Allahu Gjereshanu ne ka obligu namazin, apo 5 kohë namazet në kohë të caktuar. Me ajet kuranore kjo. Po ashtu kemi edhe hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi është, domethënë prej atyre që nuk ka dyshim, mutawatir, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur dhe ja ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Xhibrili fillimin dhe mbarimin e kohës. Fillimin dhe mbarimin e kohës. Që do të thotë se muslimani duhet të ketë kujdes të veçantë të madh që mos e kaloj prej kohë namazit. Po ashtu këtë që e përmende ti, kjo është domethënë është në përgjithësi, pa marrë parasysh se cilit medhheb po i takon. Pa marrë parasysh. Domethënë duhet i kujdesshëm. Ndërsa sa i përket, për shembull, asaj që thuhet xhema. Në krahasim, unë si doni një ditë do ta bëj një ders special të shifni argumentet e hanefive apo të atyre që thonë se nuk bën të bëhet bashkimi i namazeve dhe argumentet e atyre që thonë se bën të bëhet bashkimi i namazeve, jo paushall si e kanë bërë këto. Jo për çdo gjë. Imam Shafiu kur thot se bën bashkimi i namazeve në kushte të veçanta. Jo, si kum dëgju edhe shpesh po e përmendi, kanë shku të lahan verës, në kodrën e diellit, edhe i thot shokëve të vet në bazen, ai po e falim edhe bëjmë xhem bashkimin e namazeve, edhe dreken edhe i qindhin që mos dalën prej bazeni. Kjo nuk ka, kjo është domethënë diçka e saktë. Që ato që bëjnë xhema këtu, nuk thom krejt, por këtë mentalitet e ka. Këtë mentalitet. Këso xhem'i nuk ka të Imam Shafiu. Të Imam Shafiu nuk ka. Ka kushtet veçanta. Por përsëri, thash, për ta kuptu atë se nuk ka xhema të namazeve jashta në hash që është ajo, në Arafat dhe në Muzdelife, jashtë asaj, se ato janë argumentet prera, edhe domethënë që vërtetohet drejt për së drejti, ndërsa këto argumentet tjera, në krahasim me këto argumentet ku kërkohet që të jesh i kujdesshëm ndaj namazeve, ta kryesh namazin brenda kohës së caktuar, siç thot Allahu Gjereshanu, me të vërtet namazi është obligim brenda kohës të caktuar. Këto janë argumente shumë më të forta, nga se janë hadithe, ajete kuranore dhe hadithe mutawatir, hadithe të prera janë. Ndërsa këto për xhem janë hadithe mund të gjesh edhe defekte tjera. Inshallah do t'i vija radha ndonjëherë, edhe do të flasëm special, mund të bëjmë një ders vetëm për këtë gjallë. Prandaj, nuk duhet njeriu që ta preferon një gjë të tillë. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju e dini
ka hadithe kur është nis për musafir kur është nis, në ka mësu se si falet udhtim, për shembull, ku ashtu, apo i smur, apo po marr parasysh, se si falet domethënë me isharet. Namazi. Se si falet me isharet. Pastaj të thash unë nuk është edhe rasti këtu që të him ne në prezentimin në ofrimin e argumenteve, por ju e dini për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa raste shumë të ralla që janë ato, luftë kanë qenë, kur i kanë ngel namazet, nuk ka thonë t'i bëjmë xhem. A ka qenë shumë rasti i volitshëm për xhem. A më kupton? Për shembull, për xhem. Pastaj edhe ajeti kuranor ku tregon se si falet namazi në luftë. Nuk flet për xhem. Flet për namazin ta falish në kohën lufti. Edhe ajeti në mënyrë detaje e tregon. Thot imami niset, vjen një grup e besimtarve, falin një rekat, pastaj kthehen, ajeti flet. Kthehen, edhe shkojnë në front, pastaj ata që nuk janë fal, vjen e falin, edhe kështu më radhë. Domethënë ka variante, edhe hadithe ka që e shpjegojnë një gjë të tillë. Domethënë nuk ka bë lëshime. Pra, thash, ne domethënë nuk është rasti për me I tregu krejt ato argumente, por nëse ka nevojë ndonjëherë inshallah mundet. Une, siç thot ai muhaddith është, edhe ai Nuruddin Atër, e quajnë një dietar, është prej muhaddithëve bashkohor I kohës së sotit. Ai thot, po, ka xhem, do më thënë bashkim, por jo me këtë kuptimin që e bën këto, po të ekhir. Xhem të ekhir, do më thënë, jo t'i bashkosh, po t'i afrosh namazet. Afrimi namazeve, po. Afrim, t'i afrosh. Për shembull, e afron drekën me qenej, edhe në minutat e fundit, për shembull, para se me thirr e qeneja, e leta falish drekën atëherë, e falen drekën, apo pastaj thirr më njëherë I qeneja dhe e falen, si qëllën në kohën e vetë e falen, nuk I qetë për kohës. Këso bashkimi, thot, apo këso afrimi mundet. A jashta kësaj është e për mendimin tim edhe për mendimin e shumë dietarëve, domethënë, edhe pse në kohën e sotit ja kanë ngra kitë lëshime. Edhe lëshim. A hiç nuk e mendojmë se Allahu zëshanu me ajet kuranor I prerë namazi ka kohë të saktuar. Ka parim të hanefitët, thot argumenti që është mutawatir dhe argumenti që është ahad I më I dobët, ahad do më thonë mund të se edhe ka derexhe të ndryshme, ahad, nuk mund ahadi ta kufizoj mutawatirin. Prandaj ata nuk e marrën me hadithet tjera që janë ahad, po marrën vetëm me mutawatir. Pra nëse ka një argument që është I prerë, edhe një argument që nuk është I prerë, me cilin do të marrësh, thot me argumentin që është I prerë. Edhe kjo është. Masa glam, Në shafi, nëse e bën xhemin a ka bë gjina? Jo, ne nuk flasëm për gjyna. Po, do të më shajna, o ma sish me të bësh shafia të falish kaza. Për konsi kom fjalën, ta tish. Jo, diçka është. Nuk duhet ta falish, nuk duhet ta lësh për në kaza. Si? Nëse I ka hik do ta bëje kaza. Ama nëse ama çka thotesh, no? Të thotë xhem'i nuk bëhet pas. Po në pas bëhet. Ja, në xhem'i ka rregullat e veta.
Këtu e kanë ngatru xham'in. Edhe xham'i ka rregullat e vet. Kush bëhet me kë? Deri kam në shumë mjece. Më kupton, ka rregull. Këto do më thonë i ngatrojnë. Prandaj njeriu nuk duhet ta sjellë do më thonë punën e tij që të bëje xhem. Po çka? As kazati kaloj. Do thonë ta fal brenda kohës. Ja, për shembull të e dish, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një luftë prej luftave i ka kalu në kaza, i ka kalu. Jo se arsjetojmë një gjatë të tillë. Më kupton? Jo se arsjetojmë. Du të mundohesh me mishe me shpirt, mos të kalojë në kaza. Mos të kalojë në kaza. Këta është do të thonë punë argumente. Punë i argumenteve. Hanefitët mendojnë dhe janë të mendimit se nuk mundet, për shembull, hadithet ahad ti përcaktojnë hadithet që janë mutawatir, ku është e prerë. Në këto është.